Mesazhi im lidhet pak me komunitetin, me personat që vinë, globalizime, gjithçka tjetër, por normalisht fokusohet e ajo fusha ime interesi, që ka të bëjë me shëndetin, me sportin. Dhe flasim për sipërmarrësit që ndërtojnë, edhe Tirana shkon gati 2 milion metra katror hapësira që janë dhënë përmes lejeve dhe pavarësisht statistikave prap janë të mangëta se nuk pasqyrohen gjitha dhe nga ana tjetër hapësirat, terrenet sportive publike janë minimale gati zero. Ke apartamente që shiten me 4.000 euro metri katror, por nuk ke një fushë tenisi, nuk ke një fushë voleybolli apo një kënd sportiv për moshën e tretë apo për fëmijët. Organizata botërore e shëndetësisë sugjeron 9 metra katror për individ hapësirë publike rekreative. Ne në Tiranë as 3 metra nuk shkojmë. Dhe kjo mungesë e komuniteteve, e lagjeve, mjafton të lidhet me atë shprehjen që thotë, nëse do të shikosh sa i gëzuar është një popull, shiko si qeshin dhe si luajnë fëmijët e atij populli. Dhe në momentin që ne kemi parë këtë gjë, që nuk luajnë, nuk ka lagje, nuk ka harmoni, nuk ka terrene sportive, duhet marrim masë që për çdo apartament që ndërtohet, nga ana tjetër të jetë një aktivitet dhe një formë rekreative.